Gjatë që bojnë është, pse se keni rregull 5 vjet? Pse duhet ju besojmë se rregullonin ka? Po, rezistenca është e madhe, edhe në sistem, Dojmë edhe përfaqësuesi i pushtetit mund flet sa dojnë me propagandën që përha pushteti, por një e vërtet është shumë e thjeshtë. Kjo qeveri i bën në shkurt 5 vjet që në pushtet. 5 vjet pushtet, në fund pushtetit çka kemi? Kemi kryeministër që nuk shkon prokurori, kemi ministra që nuk shkojnë gjykat, edhe kemi parti që sulmon sistemin e drejtësisë. E zëm që ka krejt ashtu që po thojmë këta për drejtësinë, kush do të me rregullu? Na apo këta? Në fund 5 vjeçarit, pyetja që bojnë është, pse se keni rregullu zotri? Pse nuk e rregullut për 5 vjet? Pse duhet ju besojmë se rregullonin 4 vjet e ardhshëm? Ka që thjesht. Adnan. padyshim, kemi punu në secilën sferë dhe ky proces nuk ndërpritet. Domthon, ne kemi idealin e qartë të synimin e qartë për sistem drejtësisë pavarur dhe pun me kry konkret. E bëm pa ndërprerje, domethënë, dhe të qëndrojmë rregullave të emisionit. Padyshim që kemi ndërmarrë reforma në secilën sferë. Po, rezistenca është e madhe, edhe në sistem, edhe në opozitë. Krahas secilës nismën tonë ligjore, kemi pasur destruktivitetin e PDK-s me vonesa në gjykatë kushtetuese. Na më bërë reformë një vend. Domethënë, neve prit me bërë reformë. Jo, do të më bërë reformë. Na më bërë reformë. Unë kuptoj zoti Grunda. Grunda. Na kurdim qeveri. Jo, keni çështja ka qenë qartë. Vono reformat, me qesëm ndërhyti. Vono reformat pa mundësa që të ketë efekte sa më pak në sistem. Ju po më bani njerëzit e juaj në sistem. Interesa që keni pasur gjatë qeverisjeve të juaja. Natyrisht.